Përshëndetje shikues të nderuar. Sonte kom kënaqësi të kem në studio një mysafir mjaft të veçantë, i cili dha emër pavarësisë së Kosovës, tani identitet kombëtarës së Shqipërisë. Ai është Fisnik Ismaili. Fisi, mirë se erdhe. Mirë se gjej Donik. Faleminderit për kohën që ndatë të jeni pjesë e emisionit tim. Fisi, tregom, krimtaria jote flet nganjëherë më shumë se fjalët e tua. Po gjetë po edhe pse bollfolje dhone po. Ndoshta je më shumë i rebeluar nganjëherë se që duhet. Po qasi profesioni kom që edhe u bon 30 vjetë që pe ushtroj, që çado që i bëj, do më thonë e komunikoj vizualisht, edhe që ideja krejt dizajnit. Ka nere përzin dizajnin, thojnë dizajnerat janë artista. Faktikisht dizajnerat kurse janë artista, janë njerëz që komunikojnë përmes simbole, përmes vizatimeve, ilustrimeve. A e paraqitni edhe anën e juaj të mbrëmshme, ashtu emocionale nëpërmes vizatimeve, duke pas parasysh që shumë mos themi edhe historisë së Kosovës i ke dhënë shpirt edhe emër nëpërmes një monumenti historik që është Newborni. Po pa dyshim që ndikohesh, edhe e kom kuptu qysh shumë sene që identiteti jam, pikajt vi, që dëshira me jap një farë kontributi, kombëtar, diqysh ma ka qenë si një farë shaje që më ka përcjell të kohën. Diqysh këtë punë të matnoja që i kom bo në herë, kam pas lidhe me diçka kombëtare. Pi 98-ës, nëse të kujtohet, kur i bëshim do demonstrata, atëre protesta në Londër, para se me nis lufta, para se me intervenu NATO, na protestojshim, kësa herë mledhshin këto shtetet me diskutu për çështjen e Kosovës. Që atëherë unë kom qenë student Londër, edhe organizojshim protesta, ku dilshim e mija shqiptar, edhe pa ta bon si një farë paneli, ajo Nike Air Just Do It që kon e famshme atëherë Gjordani ku lujke sa pa dal. Unë e pa ta shu NATO Air Just Do It, atë shenë logon e Nike të pa ta shit një aeroplan. Edhe dollëm nasi për hajgare me atë sandwich kërë kom pa në CNN. E që ajo kon diqysh si sa një parë që pa ta mas një pa të bëjë një farë trendi, pa ta maru do majica, me që ato majica që i pa ta shit, pa të më shku me protestu në Vjenë, qështu studentën, të shku me trena në Vjenë, të shit majica për me financu udhëtimin më këthy në Londër. Masin që ato majica, hala thoi njerës se kom një, unë se kom temën për shambu. Po jë një 3-4 majica që kanë me gjallë, që njerës të i ruin. Pa të dalë në kohë ditore, pa të bojë madhe, në faqët partë kohës ditore, pa të bojë shumë e madhe që atëherë, sërt pa të mplase. Adin, diqysh kur bënë që si sene që ndikojnë njerëz, që ajo është që e vlerësojnë dizajn. Dhe qëto festivalet e kreativitetit që mahën, gjithmonë nuk qyrin sa bukur e ke vojnë një sen, për qëfar i hone ka pas, sa sen qëfar ndikimi ka pas. Ju zakonisht edhe bëni gjana që çdo herë kanë tepër i honë populate dhe Fisi, Newborni, a ishte më shumë rebelim i joti, apo ishte thirrje për shpresë? Absolutisht veç thirrje për shpresë, so kon rebelim, jo, bashkë kon diçka kundër ta unë kështu shquna si një farë rebeli që bëj sane me kundërshtu diçka, Newborni kon krejt tjetër sen. Për mu, ka pas momente që mu do ke maj ma se vetjeta, se i kish edhe si dy anë, me thonë, njona kon ajo pjesa kontributit tam që e kom jep, po menoj, ta shumë që e kontribut që se pojone për me ma dit dikush, po ka qenë përbushje jam janë shpitnore, adin diqysh. Ndjenja për atë dhe i dashurina, po? Adin, po luftën, e masne, po vjen që e dita, po vjen që e dita që po shpallët pavarësia, për cilën të ki luftu një dit. E bashkë që të përdo më lidhë. Mu do ke që për përmbylli qatë rethin, edhe për thëmë qëto është adin, një herë kom bo diçka që dasht me një veprim që dasht me bo, për cilin
idenë se kom pas, as që shumë më kon luft, as ku mund të me imaginu Bash te kjo pjesë po du mu ndërlidh, sepse duke pas parasysh festin ideal, urban, i lindur i rritur në Prishtinë, i zhvilluar në Londër, i përplas në Londër, atje e di që ke kryer dhe shkollët e shkollimit, që zhvendose mu kthy në Kosovë, edhe në pikrisht në kohë të luftës me dhënë një kontribut mjaft të rëndësishëm në luftë. Po qysh thash, so komentu në Londër komentu 13, po qaj ka qenë diku në vit jam i 7, 98, 9, vit jam i 7, menzi që atër soj pa ta vo letrat, soj pa ta kry fakultetin, soj pa ta gjithë punën e parë, këtë senet e shin mirë, ndërkohë na bëshin protesta shumë, edhe na angazhu shumë që është shoqata studenta shqiptarë në qatë kohë. Edhe vjen një moment që na lypshim NATO me intervenu në Kosovë, intervenoj NATO, thash, që ka me bo, a i kryetëm na që aty, a me këshyrë tash unë për televizorit, që është po ma shlirën dikush tjetër venin, që është unë personalisht, që më një ratë në qatë sen. Edhe di që pat konë një rast, e di që konë e ajte, në zyre më konë ty punu, edhe hisha me këshyrë lajme. Ajte o konë, edhe në lajme sa pat njës NATO me bombardu, ose në 2-3 dit para, që aty di ka i 20 marsi. Edhe posh një lajmë, s'pun kujtot as familja, as rasti, as kur gjo, po ishin shku, ishin rëthu sërt një shpi, qështu të dhe kishin pas një shkëmbim, në të cilin kishin vra krejt antartë e familjes. Edhe që kishin zakon atat nesër, më një rënishin kufomat e terroristave që i thëshin, i qërshin para shpis. E di ma këton këta dhe ma herët. Para që aty e kone një fmi 4 vjeq. Po, kish dëshmitar që i thëshin, qatë fmin i kam pasër të e marë me veti qatë natë. Do më thonë, e kam vra krejt familjen, fmin e kanë marë. Dhe të nesë më në kufomën e kam pru bashkë me familjartë. Edhe, kur i kanë qyrë kufomat, e kam pas që fmija ka pas djegje në për trup me cigare. Unë në qatë kohë kom pas viganin, djallin 4 vjeq. Edhe ti paranon Londër, pesheni që si lajmi, edhe po mënosh me hinë kryt qati fmije, me thonë që ka menu qaj të natën kër e kanë torturusër në qatë mënyrë. E kanë djegë me cigare, a që ka dita, a kur që s'ka dita, ka thonë që ka që kjo agja që po ma bënë qështu, a s'ka mujtë me ditë kërgjo. Dhe nisi me kajtu në qatë në zyre, edhe veç që ova thash eca unë e përshkën luft ata, e po dalë qysha, sa kisha njës punën, o kom puna me andrave, e kom pas një ekip tepër të mirë, shumë i dojsha, tepër i lumë të sa kisha diplomu, do më thonë njësa me punu në profesion temin, së unë kisha punu, kisha shit këpuca, kisha shit fistona, sa më konë student, po kjo ke puna em si dizajner e para. Bile sakrifikova shumë se unë dikur u bona përkthy se fitojsha mirë, i lash krejt vesh me hish aty. Edhe shumë shtirë në Angli me gjithë punë, profesion tonin me nërë mas fakultetit. Edhe shkuna së 3 muaj unë u qova dhe është përshkojnë luft, edhe që është përshkojnë luft, jo, adin shkon shpe me no, thanë, nesër e premte, me no, mund është me kontribu piktujt, po unë rogën zhlë e kisha që me kontribu. Tha, unë është me kontribu për këtu, se ti ki vend punës, edhe tha këtë hanën adin zyre. Unë e di që shkova në shpe, të premë të nesit, u ktheva për në zyre, mu përshëndet me ta, edhe në qatë vikend jam nisë, direkt. Asë s'kom ditë ku po shkoj asë. S'kom ditë që apëndodhë, s'kom njëtë kërkën, s'kom ditë ku kom e përfundua, 0-0, ku që ishë, vishëm nisë. Unë e di edhe kur pim kafe dhe gjitharë kur e kujton këtë pjesën e luftës, e di krejt ato peripeti që ke kalu deri sa ke arrit e caku, apo deri te vendosja jote në punën që... Qërë mës isha nisë që shpet në ashtë e kësha rope shmonë. Po thua? Po i të qysh, po ka paso e raste që o nisë dikush mas të një sene që apëndodha dhe në kësi edhe këthy edhe me drejtë se një mes dishe ku përshkon. Po, kur tekët të që thu, eca qëto, unë e më qashtu që kur më tekët dhe thëmë,
edhe ma bëshin adin ku po shkon adin që mund është me dek, më shkoj me dek, adin shkoj me luftu, kërkuj dek si vyj, adin qatë muj t'i vynë gjallë dikujna për me kry. Po du mu ndërlidh sepse e di shumë mirë veprimtarin tonë në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës edhe ke dhënë një kontribut shumë të rëndësishëm, po për shikus e di që e bullizu shumë fisje edhe pikrisht e kjo pjesa po mush bateria. Jo rasisht po ta bëj këtë pyetje sepse po du thjesht me shpalos para audiencës çka ka bo fisi në UÇK edhe qysh vendose me arrit të caku edhe tek vendosshmëria jote në atë pozicion cilën ti ke qenë. Po du pak me ndërlidh qëta me situatën. Të më thonë në më konë një fëmijë intelektuali. Edhe jo shumë fëmijët intelektualve kanë shku në luftë. Edhe plus asaj nga Londra të kthehesh në Kosovë. Aj, s'ka lidha jo. Pe harrojnë qatë pjesë, po që ata intelektual mas lufte, shpesh jenë shukat, se normal kur hin një grup tjetër që dënë aty me gjyks me marë krejt, intelektualit ka me shukat partë adim. Munu me shukat në Si po mduket që alo ka vazhdon kjo pjesë. Absolutisht. Kështu që kur Zhos ka ndru dhe mbas luftës edhe tash... Jo dhe jo, po në mas lufte që ta i kanë shukat, ose ju kanë kërsnu, ose ja kanë shilgojnë diqysh, ose ju kanë e pare, ose ju kanë marrë diçka, i kanë thonë, në mënyra ndryshme. Edhe e dim qysh do individa e kanë kesh përdorë që atë luft për me mrim pozita cilat kanë mrije e kanë kesh përdorë, pa e mabe tjetër. Unë qilova, të më thonë, shkova e kryva qëta që avata me kry. Jom këthy apet në Angli, kom e tu dhe një 3 vjet tjera, 4, deri kom vendosë më këthy këtu. Po, për 20 vjet, unë s'kom folë kur që kam bo në që këtëm. Deri në 2010, njerës ta se kanë ditë që i kom qenë. Do më thonë, veç njerës ta afërm e kanë ditë, se s'kom folë për atë. Me nitën, kër jem njëftu 2006, një vjet gati se ka ditë që jem kon luft, deri ka ra ma abete e kom kalzu. Asë si veteran su pa ta registru që atëherë. Mas në kurina në politikë, ndryshoj loja. Se ti tash po hen edhe penis një rrugtim politik edhe po përballësh me do subjekte politike edhe me njëherë disa për subjekte të kraut luftës, me njëherë që gishtin ka ti thënë që jo s'kene luftu, na kena luftu e përdëshin që ato si kartë. Ashtu në tash ka dalë se ka edhe knena njerës që kanë luftu, s'kena folë për këtë punë. Edhe që aty mas e fillun, edhe të me thonë, ka pas qaskeni ka mush fisi bateria, e ka plagos fisi vetën me ikë pi lufta. Dhe një konkret sene, veç se më kanë oponent politik, edhe që nashta ju ka ardhë rënë pse një ish luftar o rështu në një subjekt politik jashtë ta kraut luftës. Edhe që aty nëse më masul mu babën adin. Pse që kujtu dikuj para se më futën politik me thonë që kom babën në shpion. Ose pse kër jëm shku mu registru në që jëm, do më thonë, emnin tem edhe emnin e babës e kreti kom jap në 4 vene dhe kom rrinë front. Edhe në qëto 4 vene që ata njerëzën konë shumë të informume, kanë di shumë mirë djali kujna jam. Pse më kanë lonë me shku në që nëse unë këna konë djali shpionit. Këto sene mu etiketun gjatë shtiktimin tem politik. Atë kanë dëndu fisi gjitha këto gjana? Fillimisht pak po, ma shumë ka prek kër e shisha babin brengosën. Se që kanë bo sërbët babit në 90-at, në 80-at, sa kom vetë intelektual, e ka qenë drejtori bankosit e guvernatori Bankës Kosovës. Unë e majnë men, që atëhere kur shel banka, do me thonë, e morën me zorë sërbë bankën i qitën krejt pipune, edhe e morën krejt kursimet e kërë shqiptarve, lajme 7 gjyze, e sheh lajme të Beogradis, 7 gjyze, del spikera, thot, banka Kosovës më shel, marrëm Ismaili ka marrë këtë paret edhe ka ik jashtë, edhe e gjujnë ati fajnë, babin, ka ush, i shtrim,
Këty kap zemra. Krejt Serbia, Kosova, Jugoslavia që atëherë ishen lajme, akuzën për babin, edhe njeri mas njëna, ai ka nejtë në Prishtinë edhe në momentit më të vështira, veç mi kallëzu njerëzve që këtu jam, edhe se ko marrë asnjë cent. Edhe se Serbia me arsyetu vetën që ka marrë kursimet të njerëzve, ka fajsu babin. Ka qenë një shqiptar në krye të pozitës, si gjithë të tjerët. Fajn, edhe shkele intelektuale. Masnena kur pa dëshmu Mahmud Bakallin Hag, Miloševići ka pas strategji, mi përmen emnat intelektualve shqiptarë. Edhe s'kan qenë shumë. Edhe mi përmen të tënë që ajo më tyra unë po kom i marrë qëta me veti. Edhe ka përmen edhe babin mes tjerve. Edhe ka vetë Mahmutin a është e vërtet që ke dash me caktu takim me mu. Mahmuti ka thonë jo, do më thonë një fjali o përmen babi. Në mesin e 40 emnave tjerë që më përmen Hag. Edhe më shela i muhabet. Kur gjës... Ska pas kur lidhe me ska pas me këtë sen. Njerës kapën për qata, masina stojnë kur gjë pe 99-ës dhe 2010-ën, po kur hiu në politik, janë nisim u kapë për qata, del vetë kryeministri i atëhershëm, i venit, thët tje ke pas me këshpje, baba e të ka pas me këshpje Miloševićin. Qysh më ke lonë ti mu në shëkë me luftu, nëse baba e me ka pas me këshpje Miloševićin. A që kom bon luftën unë e kom pas detyrën matë ndjeshme që mundet me pas dikush. Edhe arsyeja pse s'kom fol dhe i tash, ka qenë pikrisht që kjo, që unë e kom qenë përgjus, kom di sërbisht me fol, unë kom gu krejt që po folin ata, edhe kom jap informata, qoft një rujt tont, se kom di të thue se gjdo herë ku kanë në sulmu, qoft mi sulmu ata, kur e kom marrë vesh në informat, mja u zbulu pozicionit, që ka pas kogja do raste. Me sa baza ke qenë në kontakt të vazhdueshëm që ju ke dhonë informacione se ku janë? Unë kom qenë stacionum fix për funi dhomës ku ka flajt Agim Ramadani, Rustem Berisha, Sali Qeku, Anton Quni, Hysem Berisha. Kre kam flajt në altë, unë kom poshtë. Do më thonë, që konë në nësishme, unë ju detyra jam, që unë kom raportu direkt komandante në altë. Ska shkuajo, në për anena, knena, që ty. Kom një diçka, e kom shku në altë, që po bëhet, edhe po se din ati njerës, edhe mas një qotë njoni. E pikrisht e kjo... Kryetari veteranve e ka thonë që cenë se unë e kom bo një veprim që ato e ka prejkë. Se kur dullën, hena e parë që më registru si veteran, se kom di që ka plot falca. Hena e dytë... Madje edhe diçka fisi, te edhe ke shkyli brezën e veteranve, pse ke shkyli qatë kjo konë, herën e dytë, kur thamë për pastrojmë listat e veteranve, tash okej, që tash po aplikoj, që tash o për me, që tash po hina të tonë, kush kena luftu, qysh do që kena luftu. Jo do më zdo me pushk, kush do që e ka e kontributin ma të vogël, unë në luft asë një plumë se kom shkrejt. Hiq asë një. Amo kom damtu ma shumë se dikush. Si do qofta e mua bet tjetër. Mirë, jo, nuk është mua bet tjetër. Po mirë, e vazhdojmë, veç ta shpjegoj të ashti. Do më thonë, edhe une kush do që ka kontribu, du të me hiq aty. Po nëse dikush o konë në kaosh të e këshy luftën, edhe o dalë me certifikat veteranit, o konë e papranushme për mu. E kur u pasru në listat, unë u deklarova që atërisha deputet, ndokët ose kandidat, deputet jënë konë. Edhe u deklarova. Thashtë, del njoni që o fake, do më thonë, që është i pavërtet, unë e temën kom e shky. Edhe s'dull një, po dullen apet një dush. Ma pak se herën e parë, po një dush dullen. Okej, e shkyva, e fotografova, e qita në Facebook. Kjo është ai proteste. Nuk du me vjeru në certifikat murit temi, kur do harangopa që kur s'kan luftu ose s'kan kontribu për luft, e kan vjerë murit vetë. Nuk ka ma e denja jo.
edhe masnej kryetari i shoqatës veteranëve është qaj tipi që për me përull mu ka thonë ka mush fisi bateria. Edhe fisi u detyru mas 20 vjetë, mu shu, është intervista, i ka 250.000 shikime, me kalzu që akon bojnë luftë. Mirë, të veçendove një pjesë edhe ke ndo edhe në për intervistat të tjera, do me thonë, apo më tregon edhe pak, edhe pse unë e di mirë, po për hir të opinionit, çka ka bo fisi në luftë? Sakt. Kur e shku, se unë e pada shku me një qilum, rastisë më taku që aty me Gani Begun, Gania ka qenë ish oficerë dhe ka qenë dërlidhës. Unë lidhe me dërlidhës kom pasë. Kom pa, e tha, festa ajde po bo më bashkë, se s'ka, kosharja s'ka njësit në dërlidhës. E tha, pjo vyna. Tha, shku gjete mu, unë isha aty ushtru me do artilleri, di shka umësojsha, do më thonë, se atje në qatë kohë, 2 javë ke ushtru para se që me qunë front. Ishtë dyta dytë. Edhe Gania tha pse ta mërmenja që dikush tjetër din ma mirë në dërlidhe. Unë kisha marrë pajisje për Londre, do skenera, një laptop, një aparat digital. Edhe tha, qas din të mësoj, tha, po radio kena me kontrolu. Edhe kër e morën vesh që o bo ekipin dërlidhes, do më thonë as 2 ditë së më karo me ushtru, në thirën në front. Edhe shkum në front as dishim ku po shkojmë, as dishim kon kena me taku as i demre se kishim kush, qka është. 0, pi Londre 2. Edhe kër mërim aty, fatkesisht ka qenë, kur kena mrina, ka qenë nata kur është vragim Ramadani edhe keni atmosferën, se dishim as kush agim Ramadani, të më thonë. Keni atmosferë shumë e zymt, pas shumë njerëz piklum, ish momenti ku edhe komandantat zdëshin me dakit lajmë me ushtartë edhe me ndëshin që kanë me bo, mos mja ullë njerëzve moralin adin, edhe dush me gjithë një farë mënyre, me kalzu se agimi, masnej, pi krejt mua bete e kom kuptu që fa njeri ka qenë. Qash so mdoke që edhe unë e kom njoft, pi qa shumë sene që kam folë për agimin. E kom pas fatin e mirë Saliqekun, me Saliqekun një avë ma vonë Saliqeku është vra, një avë ditë unë e kom pas rastin me bashkëpunu me ta, e me pas që fa njëri edhe aj ka qenë një njëri mrekullushëm që luftoj ke pjorës 5 mëngjes derin 8-9 mramje, u këthej ke, e shkuj ke raportin që ka bo, e merë ke telefonin satelitor, e jep ke raportin me zo krejt të ledzoj ke, e dikon 2-3 mëngjezit bike me flajt ke 2 orë, u që ke apet dilke në front, nuk di me spjegu qëfar njerës edhe qysh për një kohë, që shkurt, ma për 5 ditë unë e kuptova me qëfar njerës jo mi rëthu. E neve mu e ganin, di qysh rusta kuna pa, kush e një në dëlidha, tha, hinin qa dhomë, edhe tha, bile vonë e takoha rustën, ma përkujtoj, tha, hinin qa dhomë, tha, dhe qëtojmë pajisjet, i kam pas do centrala, do që si, tha, qëtojmë pajisjet, s'pëdim qa me bo, o zgjënu fronti, edhe s'mëshin me komuniku me radiolidhet vogla, ty dhvim tash një central, që ti me koordinu komunikimin. Edhe herëm, na e instalum ato sene, kërëhim as 3 dite rusa në dhomë atë, kër e ka pa jo krejt klik me drita high-tech u bo dhoma. Na këshyre tha kush jeni be jo. Edhe na koordinoshim mas nej procesin e luftës, se kur o fronti i gjonë, ata s'mujnë me ndigju një një tjetërin. Ata dun ka centrala, a ke pasin taksi, centralën gjithë nin, po taksisa tjerë si nin, se centrala fol me të ton, sinjali aty në me një një tjetërin nuk më rinë. Tash, qka do që ata fëlshin, unë dashke mu kanalizu ka na, dhe një fjallë me ahuq, ti munësh me, adin dikush munët me pësu, shërin një fjallëve që a ke huq. Do me thonë, ish shumë stresu se që ajo, ti dashke gjdo fjallë për fjallë, me engu, me transmitu edhe mu siguru që tjetër e ka një. Edhe sigurisht që e transmitimi jo të ka shpëtu jetë të ushtarë. Jo nëherë, kjo ka qenë njerë veç na mu koordinu. Edhe rastis se na kishë marë karaullën e Kosharës. Rastis vjen burime, një djali 3 i Suarekës. Vjen burime dhe thëtë, thëtë i kom pa a elektron të studiu, a vike mrameve,
vi kemi në animu me këshyrë mos o prish në radiolidhe me ndrejsh. Tha, kom pa radiolidhe në Sërbëve, centralën e tyne, në podrom të Karaullës, po dojnë me kallë. Ja, unë qorë, thashe, normal me kallë aty në frekuencat e kejtë ushtërisë Sërbisë. Bire këtu edhe shkon naj, i ngarkon centralën me një magar, e bjen aty. Edhe hina na instalojmë, i qesim antenat krejt, tlak e dhezim, edhe shkinina Sërb të folë. Ne kishim dhe radiolidhet voglat Sërbëve që ja kena marrë, në një që ja kena zonë dikuj, po me to nuk nishe largë. Me central, nishe 10 kilometra largë. Edhe ty më ishe mengu krejt që bojnë ata. Edhe krejt në shuplak të dorës. Po, edhe tashti ata s'mujnë me ndru, s'mujnë me ndru, si kishim pajiset ma dvjetra, s'mujnë me ndru frekuencat. Po ishin frekuencat e programume. Nishi, dyshi, treshi, aty nishin su një ndryshin. Edhe a nishan me ngu krejt, për fat mirë, isha një pi pak njëzë që disha sërbisht me folë, me kuptu, me folë, se kom qëllë gojen, se me bo veç një fjallë, me a thonë, ata kuptojnë që e ty ngu, edhe ruhen. Edhe janë nishan, mingu. E i nisha një her pas herë të thonë, peshkere, përmenshin peshkirin, qa peshkiri? Se thëjke, hajde peshkir, edhe masin si nisha të folë. Edhe dikur nisa mi kontrolu kanalet tjera, edhe i gjeta të vazhdu me folë. Kur thëshim peshkir, i bike din kanal tjetër, se që aty folim mashlirë. Ani o sta, fëlte mashlirë. Unë nuk zësha kur thëshim peshkir, se veç dirsha në kanalin tjetër, edhe mase aty ata u qelshin, unë shkrujsha. U qelshin. Sar kish na informat, hypsha nalt, strategjike që muj ke minimu, me në animu neve, ja u kalzësha aty në nalt. Po ja nisa ma se mingu edhe se ti je me një dhomë, e kini hartë, e din ku e në pozicionet tua, qysh me marrë vesh tash ku e në Sërbët. Tash ti e nishe që Hyseni po luftën qëtu. Edhe me njerë nishe aktivitetin e Sërbëve, Gjavo kon karshi Hysenit, edhe Gjavo janë niske me thonë, qëra e me beret kaltët edhe ti, mërshë vesh për muhabetit, që Gjavo është përbal Hysenit. Sova përbal Atina, kjo përbal Papagojë, përbal Këtina, edhe unë mësova krejt emnat, edhe masin ja disha pozicionet. Dhe kur fëlke Papagojë, unë disha kujna mi thonë Rujo, edhe kur fëlke Gjavo, unë disha kuj mi thonë Rujo. Masena e nesën vëzhgust me hi dhe jepshin koordinata. Viso strateg fisi. Po i tash që kjo adin pizore të improvizu, unë e kom shpik që to. Po kur i pon rezultatet, thanë, okej, edhe kish tash momente kër u bëjke beteja, me një veshin gojsha shqiptarë që pëthojnë, me një veshin gojsha këta që pëthojnë. Edhe t'ju dashke me ngu edhe me thonë, se këtë ke, bjerë ju ka e majta, unë dashke me thonë këtë në erunu se djatë thas kom i arë diçka adin, edhe të në kohën në ngojsha një betej me 2 radio në 2 vesh, në 2 gjuhë të ndryshme. A këtë një sene që ja këmë kalzu në ashtavis do dostave. Ose vikja e tipi erë një moment se unë e vëzhgust mos, si do mos vëzhgust të ngojsha. Vëzhgust e shenë një grupë shqiptarve që atë, edhe e për artillerisë koordinata thëtë që pëj. Artilleria 5 kilometra ma largë. Ky vëzhgu se hinë mrena në teritor të na dhe këshyre, i sheh aty. Më shefët mirë dhe thët ati gjuj që të qëtu. Edhe bjen njona prej dhe bam. Zakonisht me parën su në rogë. Edhe a i thët masena e këshyrë ku ka roj, thët gjuj 200 metra ma majtas, edhe 100 metra ma knena, që me 2 tën mi rogë. Tash unë kisha qatë kohë, deri aja e pëke korrigjimin, e deri aja shtike predhen tytë, dhe shëjke, dhe flutërojke predhen, më stëm 5 km, 2-3 km, për te kodra e me mrit të shqiptartë, unë dashke me marrë vesh. Kuna ja kam sy, edhe mi thirë ata, mi thonë, hish në piqaty, se... Juran. Ajo ishtë, si me thonë, maksimumi 1 minutë e gjysë, i kisha kohë me marrë që ato vesh, 40 sekonda dhe 1 minutë e gjysë. Edhe unë edhe mërsha vesh me njerë. Ose që lëke në kush qatë grupë që s'ka radiolidhe. Unë dashke me gjithë dikon që jo pak ma larga atje, mi thonë, shko thuj aty në muhek. Ata si ma nishin zonin, ishno.
Tash ky vëzhguesi duhet me raportu edhe duhet me vra do njerëz për me pas edhe ai një farë suksesit vetin. Edhe tash e shike që ata njerëz po hekën, bike prella në shprast. Ai thoi që ati vetit bravo se i vrave 6 veta. Që se ai kur i thoi që i vrave 6, mas edhe 3 i vrave që tjerë, ai thoi që hajde këtheu tash se e kryve ti për sët. Tash, këti me që meritat që ka jap koordinata me vra, une i pështësha 6 veta, edhe ai shku këthejke, se me bo me thona i huqe, ata i thonë komandantat kime na e që aty, deri të gjësh dikon. Apo kupton, a i rajke, jep ke informatat të reshme vish mu këthy në bazë, se është edhe pozicioni rrezikshëm që a i merke. Edhe që ashtu, a i raj, napështo, a i raj, napështo. Edhe ja ku jemi. Deri mua edhe një pikë që tonë, adin vesh më theshen, po kur unë dzej koha që shtu ka maje. Flamër se flamur, e këna pas në ofën. Flamër, po dalim më rëzit. Kalzona nëse na shet dikush. Edhe që ata më rëzit me bunker. Se s'kishin qa me bo në bunker. Adhe në mas gjësore e një isha vëzhgusin. Pisho 6 veta ty rëzit. Edhe në hish në zëju po. Ata hishin bunker. Bike prella. Kjo abeke bravo, i roke i vrave 6, aja beke, ane hajde këtheu tashti, u këthejke aj, edhe u kryke beteja. Tregom të lutëm, a ke pas do një rast kritik pikrisht aty ku ke qenë, ose nëse mund është me shpalos natën e fundit, kur edhe kam bombardu bazën? Fati jam. Edhe mandej do të kalim në një pjesë tjetër. O kon një natë, interesant se edhe sërt kam pas. Unë jëm kon bazë, do më thonë, unë jëm kon padesh në viku fitare.
edhe se lufta o bo dhe mrena Shqipnis janë 2-3 kilometra mrena. Do më thonë në konsin në mes të zonës luftës. Po ma largë frontit, po krejti me shimvesh që është. Edhe konsin Lugin, nuk u shike veni, po ata e kanë lokalizu venin me, se tash në lëshëshim sinjal të nkon, me radiolidhe, e kanë lokalizu venin me, i thonë me, jënë do pajise që e gjonë, si qorrazi. Do më thonë që shpi e kam granatu gjdo ditë. Do më së në qyshe, së flajshe pa do prela në bërë. Po kur së mëshin me rokë, se qorrazi e gjushin qatë farë lokacion. Tankon në kam bëbardu neve se dishin që atë e baza. Tankon, po asë njerë se kanë rokë shpinë. Një natë, e interesant të konë që kjo, një natë, shpia jo në konë rëthume me një 5 policë ushtarak. Edhe konë kriter, do me thonë edhe kur tash me dalë dhe në qenef jashtë, ti me bovesh me dalë për shpi, se u dashke me policën ushtarak mu marrë vesh me fishklim, se nuk e shishim një tjetërin. Dhe e këna pas një fishklim caktume. A di me botani? Je kom harru. Edhe tash ti në aty najtë mrena, penina fishklimën radiolidhe. Edhe metëm. E dishin që ata 5 ushtartë i shora 3 mëngjezit, që ata 5 policë ushtarak që i rushin shpin, nuk kanë radiolidhe as njoni. Metëm na, se na u do këshin a erdhë për radiolidhe sërbe. Edhe në metëm të nguvesh, hyve fishkloja e petë, për radiolidhe sërbe. Wow, ju kam përgju. Edhe morëm vesh, na që o hi dikosh deri që aty, se ki që si diverzanta që hin, po ata si sheh, ata më shehen, o hin, a i kush deri që aty. Edhe në ka një neve të fishklu, edhe po na provokën. Se dhe na këna pas që shtu, këna pas një poshnjak që ju hikja aty në për mase, ju bëj këtë zhullëtia. Edhe na dollëm me po, ku është, qka është, po, ku ki me pa të i tërë, do më thonë së më shë gishtin të në me pa. Edhe pom që midhez bateria zgudzojshe, se me njëherë gjujke artilleria e sërbeni, edhe ku gjë munum me gjetë, po diverzante në problem me gjetë. Ne e sërmën, tash, a i kish vazhdu me sapë edhe kish hyp kodër, tash që tu konë baza jona, kodër kish hyp dika shumë largë konë. Edhe unë kesh me atë Gjermanin e famshëm Majki, që a snajperisti famshëm i Kosharës, të të në njohen. Edhe unë me Majkin të bo muhabet, të pi cigare, të i kalzu une, që ka ndodhë prom, e një të në fishklimën, është taj dika promo konë nashta, dhe sot do që të dika, edhe ty fol me ta, e ty i kalzu une, ashtu, edhe ty pi cigare, adin, edhe a i tash qërke a i si snajperist, qërke mos... Ka dikon snajperiste. Një moment mu më kalon një mizë që kënjena, edhe unë e bëj qështu me dorë, me hek mizën. Po, Majki, si ekspert e snajperist vetë, e kupton e një krismë të vogël në muri, edhe kupton që së konë mizë, po konë plume snajperit, që më kalu mu ka veshi. Wow. Edhe kër e para agimin tem, ati a lidhe vesh më ka kape dhe hiqu piktu i të shku mas shpisna. Edhe kuptum që ai frajeri ki shqyp që atjen maje dika, na ka marrë një shanë komandën, edhe ka këshyrë kur del që aty, kon të muj me fshi. Foti jam, a jem kon të shpurdën të i kalzu ati dishka. Po adin po dokna pak si Trumpi, kur po kësi, në kaloj plumit e vesh. Përjetim shumë i ranë. Edhe ma pështoj ma kjetën. Se unë kisha vazhdu me nej, që aty a e me dytën ashtë edhe në kish kapë. Krismën se kena një, do më thonë shumë largo konaj. Adin një snajper kur gjumë për 3 kilometra, s'janin kërsimin, po plumin e njëti majhë. E kom pas një rast masin kur ja kom pështu në jetën majhë, kështu që i barabat jena. Mirë. Po që si sene. Përjetime. E qa shpi masin ditën e fundit luftës e kanë rukë. Edhe kanë vra Azizin Tolaj, lavdia ti, Azizi ka qenë i Prizrenit,
edhe kon të najtë në një vend ku unë e kom najtë çdo ditë. Po në qatë ditë kom qëllu në Tiranë, se më plagu doja, edhe me leje më shumë me shku në Tiranë me po. Që kom pas fat. Fat, definitivisht fat në fat keqësi. Pise tani për rikthehemi pak, po du pak të monumenti, mas gjithë këtyre përjetimeve që i shpalose me ne, ku lindi ideja për Newbornin? Kur jeton 13 në Angli, edhe i sheton ata artikuj për Kosovën, edhe reportaje televizive, ishin, ani pse si në përbajtje ishin të mira, në imazhe ishin katastrofë. Të më thonë, folke për Kosovën, që është Kosova e shqiptarët po e vujnë e krejtë, ta që të keni plak pa dhëmë, ta që të keni fmit që raftë, ta që të keni shpi gjysë të rëzume. Që kjo, a dinë që kam ka dhimt mas shumë të se krejtë kështu na kam pas qëru, ose do gra, me do kulle, me do shamia, edhe atëherë isha fmi, i bësha gjithar pyetje prindve, e pse s'pi qesi me veshje komtare? Se sa me ato kule, me ato shamia, si të paditur, si të mjerë, ata ta gjonë një imazh i cili tërhek me lexu artikullin ose. Edhe unë di që i bojnë që ato sene me qëllim. Edhe ku ndodhi pavarësia, thash, pa bod diçka, që ka mu konë qendra e mëmenjes që asaj note, thash s'kom bo kur që. Edhe ka rrit fisi. Se ka qenë në gjitha gazetat, në gjitha televizionet botërore, monumenti, Newbornit, që të sot flitet edhe sot vizitohet prej shumë njerëzve. Po që ka qenë qëllimi kryesor? Një për arsye pse kom lënë të Pallati i Rinisë, përveç faktit që o hapsin bollemare me në zonë një strukturë 25 metra gjonë, edhe që ka hapsin milion ton ata njerëz me shkrujt aty, se ty të ka vyt një hapsin ku mund më mbledh shumë njerëz, ti përdin natën parësisë. Edhe gjitha bora pyetjen pikrish kur pinim kafe, pse para boramizit edhe pse Joana është heroinat? Është shumë strategjike. Dhe gjyshu konë si e marume për që të vend. Mas pari Pallati i Rinisë është pallat për trit, edhe kjo është monument urban, është monument dinamik, nuk është si ato monumente tjera që shkon e këshyr, këtu i gjush e prek shkrunën të, ke qëllime o konë me shkrujnë të, të më thonë është diçka si grafiti, është diçka që i bjen shpirt që ati veni. Masin që e platoja që aty, ka pas ven me majtë krejt që ata njerës, kur o zbulua jo, edhe krejt me shkrujtën të. Masena, të vynë të një farë distance për rrugës për me mujtë me nëzonë me aparat krejt. Edhe me aqit krejt pikën kësaj, ishtë se në 2008 s'ke pas që shumë hotele në kësi, dhe unë e disha që pjesa ma madhe gazetarëve kanë më konë në grandë. Dhe në balkon e she. E unë e dësha gjithë qysh, kjo më konë imazhi kryesor i ditës pavarësisë, më kalëzu pak edhe të hujve që ka ta që na dim me bodi shka. Edhe pikrish për këtë ke emnu anglisht Newborn. Edhe përveç që është Newborn, është nashta jo krejt e din që Newborn është i posalindur, po New e din që është e re, Born është e din që ka lind. Edhe në dy fjalë që edhe njerëz që se flasin anglisht, që të dy fjalë i din. Kështu që fjala si fjalë, zdi shumë ka pik, zdi shumë ka kujtu. Po e di që kena pas në karotën punë, kena pas betej, se ma bëshin, jo, pe bojna Shqip, unë thësha që kjo fjala, jo edhe po menojmë një fjallë tjetër, unë thësha që kjo fjala, ka 7 shkronja, nuk e gatë, që kjo fjala, hala pa vendos me bo skulpturë. Se mas nejna na ka kujtu me bo skulpturë, se zdishim qa me bo me ta, me bo majica, me qitë mure, qa me bo. Veç shumë bukur. Do ke bo madhështore. Dere u kujtu me bo skulpturë. Po qëllimi kryesor u konë qaj, mi shti krejt qitësen me fotografu edhe që kjo më konë imazhi jonë i mirë që na di me bo sene bukra. Pastaj me Newbornin ju keni fitu dhe 7 çmime. Po, 2 si ma kryesoret janë Luani Art në Cannes, i cili është çmimi më i lartë në botë, se një me është konkurenca shumë e fortë. Për 30.000 punëve që kanë shku qatë vjetë, 300 kanë fitu çmim. Luan të artë, argjend, bronz, në plot kategori, janë si Oskarat, po i fiton 3 Oskara, Oskarin e artë, argjend, bronz, 30 çmime
do më thonë 1% e aplikuzëve fitojnë diçka, është ekstrem vështirë me fitu. Ty fitojnë reklamat e Audit, fitojnë dizajni shishëve të Coca-Colës, atë që se sa. Fiton ju borë një karotës. Edhe aplikojnë aty, aplikojnë aty. Mas pare aplikum, se tash festivalet bon me ranë, mas pare aplikum Clio, dhe Clio dhe do këtë si oska. Po, edhe ju në të dyat e morët çmimin. Clio në morëm të argentin. Kjo ka qenë çmimi i parë. A kur e fiton Clio në argenta, dhe na kem, më shame besu, shku Miami 5 ditë e morëm çmimin. Pa besu shma konkret. Tash kjo ndodhe në maj. Në qershor ish festivali kreativitetin në Cannes. Na kishim apliku. Edhe unë thash, adin qyshti, e more Clio në argent, s'ki shansa me marë, në Cannes në sen, se Cannes është baba. Edhe, po apet e di që në Tiranë në konë, edhe tash t'i dalin, mas pari dalin nominimet, lista ngusht. Si nomini, do më thonë nominohen njerës, mas e në fiton dikush edhe në Oscar, edhe kur thonë dikush o nominu në Oscar, dhe ajo është një farë lloj çmimi, se kemë rridesh aty. Edhe dullën nominimet, edhe thanë në ora 7 tanën kanë me dalë nominimet, të mërkurën në jep këtë çmimi. Edhe unë i kisha argjit këtë pare në Miami, s'kisha pare me shku në Cannes, as disha po fitojmë. Në Miami pa të argjit pare, se në Miami na kalzun një vjetë ma herë, një muj ma herë që kina fitu, se që ashtoj kishim praktika ta, për me mujtë njerëz me marë vizat me shku në Amerikë. Po në Francë të kalzojnë, s'po të kalzëshin deri 24 orë para. Se e hanë në 7 edhe në patamit të natën, jo që me nësha që na kela mu nominu, as ma mur menja, po hajtë të e bo refresh se në 7 kishin me dole, e shtypsha F5 që në tastatur, refresh, kur dullën emnat, edhe kur e posh një boni në liga, thash, okej, jena nominu në Cannes, ma shumë se që ka sfitojmë. Do më thonë, shortlist këna hi, s'ka shansa me fitu diçka, edhe kush, u gzumë. Nesër më në martet, mërkurën në jepshin çmimet e dizajnit, martën më thinë 6:30, do më thonë fix 24 orë para, më thinë një numër i anglisë. Telefon, e qëjone, tha po thrasin pe kanë festivalit. Unë e kitë kisha arru që festivalin në Cannes e organizon një kompani britaneze. Këtë kisha arru. Edhe është dikush po ma lungë këtu, dikush për anglisë, më ka thirë me mëzëzat, me thonë, fes ke fitu. Edhe e nisi me thonë, nesër dush me ardhë, është një bilet e veçantë, që tha dush me marë, se tha ti nuk rinë tha me ata njerës, po dush me dalë të reshti i parë aty, se dush, kur e fiton çmimin, dush me dalë aty. Me marë çmimin. Po, ja nisi me më kalzu, ajo me nëke që unë jam në Kanadin, e veç ta shkëm të ajveni qëto, e mërë biletën qëto, unë ka dal, e veç unë s'pë dijas që aty ndodhë. Tha, po dhe tha, fitus ta shkojnë që aty me marë. Tha, ka dalë që unë s'pë di që pas në fitu adin, a tha, po, tha, ke fitu. Tha, e qka ku fitu? E unë mas ne kuptova që aty bjethishim veç ata që fitojnë të artin adin. Se veç luanin e artë ta jepin ato bronzin aty t'i qojnë me postë se s'kam vakt me shkep të tënat. Edhe unë, në atë moment isha dërpërdore me etonin, që shtu se e mur veshaj me kom po folin, a këshin njërësi dur, unë, e qka kom fitu, e qka kina fitu adin? Qfar emocioni? Ashtu, kënina u dresha. A si lujshë shqiptarin, gjë që s'po të kom për shtypje? May I know, thash, which award we won? What? I thought, well, gold, Oh, okay. Po me mo, that's wonderful. Kënela, veç të isha kur komenal që Tom janë nis me bërtit. Kënela s'kisha pare me shku me marë. Edhe? E nali telefonin edhe anision. Qatë natë ish kampionati botnora Evropian, s'pon këto 2008, do në botërore konë. Krizyra në Tiran, ishim bo gati me shku me shku një loj futbol. Gjermania lujke më do këtë, se kom harru. Edhe une nala telefone a nisa me bërtit gold. Zyra, 2 minutë që për bërtas gold, kushë të lujt, nësë kena me dalë që lujën. A, prefisi. E hina të në dhomë, qao bu, ko e kena fitu gold, kena fitu, s'mo shka besu, o, qysh mja bu.
edhe i gjojën e do dostat do agjencive në Prag edhe në Londër, e i thire unë ata i thëm, apo shkoni me marë qmimin për mu. S'kishe pare për bileta? S'kisha pare për bileta edhe i shumë vonë, u bora 7 agencionin Mshel. Dërsa shteti kërkon heqë? Jo me shteti, edhe kur pithiron ata thasha, e merë për mu që qmim, unë e marë, tha, është nderi madhë, po tha kjo Nissan, tha njëherë njetë që fitohet atin. Ka drejtora kreativ që kanë fitu 5-6 luana tartë, pa ta një superyje, si kur do aktorë që në Tom Hanksit, ka fitu pletë Oscara. Edhe tha, po ti ishtë dashtë më konë qëto, adin kjo Nissan, qa me bo e gjetëm një shoshe që kish agencion turistike, cila qeli agencin, ma gjeti biletën, 2008 online së në gjoshe bilet, ma gjeti biletën, ma dha biletën, nesit pas jom nis, Rom nis me taksin në kan, shkoha mora së biletën, e për e timi më konës. Pa përshkrushëm. E tash fisi kur e she transformimin, do është edhe reflektim i jetës sociale që përbojmë gjdo vit. Edhe ideja është që ajo, do më thonë, gjdo mesazh që jepim na është qysh për rritët Kosovë. Edhe qysh o pjesë, qysh qa do që bojmë që aty, kalzojnë botës që na jena pjesë e botës me sene që bojmë drejta grasë, fjalla e lirë, drejta grasë, fjalla e lirë, ambienti, si vjetë konë, që bërën si jetë AI, do më thonë, vjetë konë liberalizimi vizave, që konë përgjegje e një tjetër maherët që konë në qeli me tela me gjemba, që konë izolime, e të më thonë krejnë dë lidhën, edhe në qdo vjetë e menojmë një ide, në të cilën mas i mërdhijem dhe i realitë. I bënë krejt në formë vetanake, apo keni ndimis për shtetit? Për shtetit asë njerë, për 10 vjetor, veç kër e patëm vendos, bën me hek, me bo nesh që mas e më bo dheqë aty, për shtetit s'ka ndima, neve në njëmojnë vullnetartë, jënë fondet e karotës, jënë sponsora, kena pas si vjetë për banka në ka sponsoru, ka njerë, qështu në sponsorojnë, dikush po, në një mojnë tjertë, po edhe në gjdo vitë kena shpenzime, plus që stafi kredi vullnetarisht del me në gjyrosë dhe mërdhije. Tani keni dhënë edhe ftyrë të re kombëtarës tonë, me fanelën. Çka simbolizon ajo fanelë edhe qështë ka lind ideja për fanelën e kombëtarës? Edhe që kjo një farë cikli, se 2003-ën, unë jam asë tifozi Kuqezi që i kena përcjellë. 2003-ën, logo e famshme tifoza Kuqezi me Sabitin që është ngu topi, në bo pi karotës. A po? Po, edhe ta shti diqysh që cikli tifozëris, në fondo përmbyll me një fanel. Ta shtë fanel në deshta me bo një fatregime. Se di që fanelat janë gjojë një simbol, edhe ashme ka më konë qështu, gjojë një simbol edhe veç përsërit e simbolin. Se na bo me fanelën ashme qëtash, para një ave. Po ajo delhen e zvitin ashme. Nuk o e bukur si një fanel shumë e bukur. Nuk o e bukur si që kjo. Tash këtu në deshta me bo një histori. Që që bënd të një histori, në ere Anisa mu frimzu për filigranit, do më thonë është filigrani është një zanon zhdukje. Edhe dësha me bo diçka qështu, diçka si tribal, si një tatu. Si ato tribal tatus që nashta dikujt i dokën pak ma dvjetra, do më thonë nuk janë trendi qëtash, po edhe një ma old school, do më thonë, edhe hina që asaj punë. Edhe ty maru filigranin, edhe formën që ta e filigrani, edhe shqiponjen që është dësharizatu, mas ne pashi vend luleve të filigranit, ti mund është me shtiplët që si elemente dhe me kalzu një tregim. Dhe këtë senet elementet që janë që aty me ana, janë tregimi Shqipnis. Të gjyksi kënena janë malet, natyra, zësht, peshqit, tania, djeli. Në alto pjesa e betejes, do më thonë Skanderbeu,
edhe kryte Shqiponja se kanë nëna në gjarpën, kështë të këna shtinë mes që të skiku na ik. Edhe një karrot, edhe një lepër i vogël është që aty dikon? Të kratë janë ndjeshmëri, të më thonë dhelpna, zemra, kjo sheja kështu janë ndjeshmëri, edhe masën, po i kom shef nga 2 simbolet vogël aty, është lepri të këcy, që është logo karotës. Nëse logo karotës o kryte një lepri, po është një lepër të këcy, edhe djeli i ka rezet, i ka një 4-5 rezet veta që doken si karotat vogla. Çdo shtin të një farsane që kërkush se din edhe... Edhe që shpi përshkrum fisi, gjdo krim të rjes toane je shumë e lidhun emocionalisht dhe shpirtërisht me ato, e shkrin komplet vetën. Nëse diçka më ka bo edhe nëse që shme thonë, nëse diçka të bën dizajner sukseshme që kjo lidhe emocionale. Bile kur e fitova kanin, në bujta një natë aty. Edhe u takova me një ekip që ishin mbledh, ata ishin të një grup kompanish të Evropës lindore, ishin mbledh se sfitun ata kur gjo. Do më thonë në konë një prej pak nëse jo i vetëmi Evropës lindore që pa ta fitu luantartë. Do më thonë, kur e komanë luanë e artë, den Rusis ka pasë. Tash ndërkohë për 2008-ës janë fitu një 3 në Kroaci, një 2-3 në Serbi, po para mes ka pas dhe në Rusi kërkush. Edhe pa të rastis me një grup që menojshin qëfar projekte me bo për me fitu një luan. Edhe hina ona ta më takun muë, pa të në qefqin pa, tha, kiti tha, naj tip me na kalzu, naj sen, naj qysh me fitu luanin e artë. Unë as i denë se kom pas, mas pare unë 6 muaj ma heret, as i denë se kom pas që kom e maruni një bërn, e lemo me fitu. Po një sen që e kuptova, kur i pasha ta në mledhe, krejt e kishin men qa me bo dishka të mirë me fitu luanin. Edhe i thash atyne, juve qysh peshoone, thash juve po ju ngushton barierë, po ju kryon vetë mendimi që po jam syni me fitu luanin. Tha dhe sot të i dalë pishtuit. Ashe unë po mendoj që sekreti o nëse të dalë pishtuit. Edhe u pajtun ata. Edhe mu ma keni punu logon e emisionit, edhe kur ma keni spjegu, aqë shumë keni prek thellë, sepse krejt ato anën emocionale keni shkri vetëm tek ajo pjesa nalt, që disa më të ishen si makaron po doke, ndërsa ishte një tru me shumë emocione dhe me shumë kuptim fisi. Qërë, tash që këmbo të loga jote o konë diqysh, veç bëjna Google ilustrime e trunit, ose logo me tru, edhe i shesh që janë ka shumë. Edhe shesh që se cila është diqysh si një trashme, edhe drejt me thonë edhe si profesion, masena është profesion shumë shkencor, edhe në diqysh këtë janë do 1 ngjyshe, 2 ngjyshe. Ti kur e menon truni o sa një maj larëm në trupin e njerit. Edhe është një falomshi, të më thonë nuk ka kur gjo që mund është aty me shtije, me paketu që është duhet. Ama ti e ke qitë unë qatë lomshin, jo mundu që ashtu të mrena, aty edhe kom shef sene, do më thonë, ndo shkronja, o shkronja dë, o shkronja ambjemnit tonë, dhe një kom shef të sene, do elementet që... Edhe që më ka bo përshtypje pikrisht e ke kapat pjesën të momentit, gjendjes teme emocionale, cilën unë kom qenat ko, edhe aty i ke dhonë emocione dhe kuptim krejt asoj logo. Që e kom shti në së që aty të më shefta? Ajo është për ty me ditë. Që tash dollën shumë sene, se ndo sene që i manë, do më thonë, plët dizajna ka, ndo sene shumë të brendshme, që së bom publike, ose bom publike ma 50 vjetë, që të që të më shef që kjo është një arsye pse o bo që kjo sene. Vërtet. Dhe në shumë pak sene në trasishme. Ju keni qenë edhe pjesë e politikës. A ke pas ma shumë përgjësi si deputet, apo ke pas përgjësi ma shumë si dizajnator që veç i ke dhonë një honë komtar, për shembull, çfarë dush monumenti apo çfarë dush krimtarie që e ke bo? Kur je deputet ki përgjësi direkte, ndaj, jo veç ndaj votuesve tu, po
se vëtu stut kanë shti në vend ku kemi frasu krejt. Edhe është përgjithësi direkte që ki ndaj krejt popullit. Edhe aty dush me jep llogari. Si dizajner unë s'kom që jep llogari kërkujna. Po, nëse une si kisha marrë punën tem si dizajner e mas një drejtor kreativ, me qesë seriozitet e përgjithësi, si shakon nështë asë qasi deputeti i përgjeshëm. Do më thonë, që e puna që e kom bo më ka mësu që është më boj përgjeshëm, mas një edhe kër e mërti një rol si deputet, edhe kupton, po e dhja të i kom pa unë e plet njerë si bashkë. Mirë. Se kanë ru a përfaqojnë në kona jo, e kanë këshyrë vesh. Fisi, edhe pse në emision timin po provoj sa ma pak të flasë për politikën, po s'po mundëm janë a shkalu këto situata cilat po në rënojnë, këto zhvillimet politike, po du me të pys nëse kishe pas, nëse t'japët si detyr për me po një slogan për ko vendin ton, ose një monument me përfshi këtë gjithë politikën ton cilë kishte me qenaj. Një të nxere me se gjyveqë është shumë sa në mirë është. Mos nga gërdeta në gjyveqë. Mos nga gërdet gjyveqë. Ani okej, një të nxere me do qeropa me ujtë vala, dhe nëse që i zinë, ato qeropa që në bajt, ase jenë, adin, qeropa që në ziqër shumë, që i shtin me zi, se të të qyshë su një hekat zdralin. A kishe pas një mesazh për qeverin ton, ose për qëto qeropat që në zdralafta, qysh me mujtë mja u rikëthy në gjyren edhe atë freskin? Sa kanë me mgua? Pa prova, ndoshta na i fjale marrin dikon. Veç lena një radë. Po veç me na lon radë. Mos na përfshini neve. Se në gjdo sen negativ që po ndodhe, dhe na po do të më përfshidi. Pa tjetë. Lena një radë. Hajde kalojmë temën pak. Se cili është i njëjtë. Ta bëjmë një skip. Po bëjmë pa e tonë. Qëre bile këtu po shprejna kështu. Okej, pikërisht ky është edhe qëllimi e emisionit të shprejmë ato që nuk e shprejmë edhe apo nuk kur s'kemi pas hapësirë të themi dikon apo të shprejmë. Fisi, cili kish me qenë mesazhet për një të ri që kish me dasht me ndjekë rrugtimin tonë? Temin? Po. Rrugtimi jam profesional. Qëka e kështë sugjeru? Se tani jemi me një epokë komplet tjetër të inteligencës artificiale dhe... Jena të hi me një vend ku kërkush të ty ditë. Do me thonë, unë përkas një moshe ku kom jetu para internetit, do me thonë para kompjuterit. Edhe di këcimin kërë dalë kompjuteri, kërë dalë interneti, kërë dalë smartphone, kërë zhënu interneti, do më thonë krejt qëto ka përsime teknologjike që unë kënë shumë të maja, i kom përjetu, edhe më adaptu, edhe s'ka qene letë në do momente. Edhe sa ma i ri që je, ma letë adaptosh. Ty u plak, e di, baba jam u patnal të telefonat, të smartphone, du të smartphone, thalë hiqma. Unë jam të ata telefonat, që shtyp ke pullat dhe shkujke në SMS. Mami kaloj të smartphonat. Edhe e mësoj Viberin, e mësoj ato, mas njena, ta teshke të thire, hike në Facebook, qëjke, unë isha në fushat gjëdhora, e më qëjke zemra, aty, unë shusha postime serioze, për diçka jam qëjke zemra. Kretë është kjo kriza e moshave, se këtë nanat e kanë këto, qika e më e mira, djallja e më e miri. Edhe me mosh ti mas njena dhe lodhës të e njekë teknologjin, po unë në të e po, se që tash këtë njerëzimi është ty habit edhe ndryshimet pëndodhin shumë shpejt. Unë jëmë të e po që plotve kam në alon pa punë, në sensin që nëse zdi mu adaptu shpejt. Në teknologji. Po problemi është që s'ka mu asi me mësu me përdorë Photoshopin, me mësu me përdorë ato, o bo një interfejs i njejt për të tënë,
një kuti në të cilën ki me shkru diçka, edhe që a kuti po hekët, kimi full, edhe ajo po hekët se tash e ka nisë edhe në maske atë senin kryme të ashtiti, vishë e mëndon, edhe ta e përgjigjen. Veç është puna qa ki me menu, qa ki me thonë. Do më thonë është qashtje e mënyrës që shki më shprej. Tash kjo është pak problematike që të në Kosovë, se s'ka mendim kritik kërkur së eduku. Kërkur së eduku në mendim kritik, kërkur së eduku, do më thonë, sistemin edukive e kem qaq dopë që njerës me zishun fati, mirë që edhe kur pishun që GPT-s me gabime dreshimore për të mërvesh, po ma mirë ka me marrvesh dikon që ja shkru në anglisht, edhe din me fol anglisht, edhe po hajtë që të kalojnë barierën e gjuhës, është mënyra se që kimja thonë qatë promptin. Ose që kemi bo pyetje. Unë jam pro me veta unë qatë GPT-n, se që 2 vjetë mu jena të folin, abo avera, thash pinishit den 10, qëfar prompt ingjiniri o mëne? Sa mirë di me shru prompta. 8.6 je, tha se do prompta e shru shumë mirë, tha do thas nuk lodhësh. Edhe nisim në kalëzu pse, do thas tanin me shkrujt, ose priton, se dhe din edhe më kalëzu ki, ka njerë priton me shkrujt, ka njerë thëke, e të prënë thëke me kërkesa, se mi shkru 5 sene, mi shetë 5 pytje, edhe mas njëna tha unë e hupna, tha zdi cilën e të përgjishma për para, tha ja hup kontekstin. Kalëzoj ke saktë dhe promptat. Do të thot e lodhë dhe ChatGPT-n ti. ChatGPT, në ere se unë tash po më interesojnë edhe vlerësimet psikiatrike të ChatGPT-s. Dje kur ma tregove që të opcion u gëzova thash yes, fisi, së mbën më pyetje, unal, edhe tash amon vazhdo me ChatGPT. Edhe ty ta kun tesh ko maskove. Vazhdo me ChatGPT. Thash përshkruje ma din qëfar personalitet jam. E pash. Tha ti e njeri që i sfidon gjithë shka, edhe tha i rasësh, edhe e sfidon edhe gjdo pyetje se don me çmëntu, tha. Do me nxjerrë edhe detaljen e fundit për secilës. Edhe tha, you challenge everything, edhe në klaba shujti, even me. Tha, edhe mu tha më sfidon, edhe mu tha më vetë, se do më thonë, a i vetë të ka verejshone. Bile prom, e shkrujta, e planifikum një farsane, e bënëm një farsane, të malë me bo që pëdu, se edhe mas e mu kujtu, a me bo që ta platform, a me bo me AI agents, edhe pishu i thash, me bo që ta me AI agents, a o ma mira, ma lira, o, tha qëfar ide e mirë, tha, është shumë ma lirë, është shumë ma mirë, është shumë, thash e pse leshe, thash së më tha, par djetë, thash kërë nisë me folë për qitë punë. Tha, ki drejt, tha o dashta. Dhe me thonë e kritikove dhe ChatGPT fisi. Po, mytë aty e shane. Po, tha, ki drejt, tha që gabimi jam, tha, unë s'deshta me dalë, tha, me menu që jashtë sa menojeti. Qysh me thash, po mi hupe 2 dit. Dhe me thonë, 2 dit, unë të shkru që shme maru një platform, kur vesh më kujtu diçka me AI agents me bo, edhe kuptova që më me bo shumë ma lirë, shumë ma shpejt, shumë ma mirë. Kur e veta, tha po, edhe të kështo ma lirë dhe ma shpejt e ma mirë, që thash së më kalzove, tha s'deshta më bo qash radikale. Se di apo mësojmë, apo punojmë në formë mekanike, fisit e kjo pjese, tash më kur s'pe lullë trunin për me shkruj diçka, ose për me hin me hullum tu, tani vetëm ChatGPT-s një pyetje pja bën dhe pi merr gjitha informatat. Për herë pa një sori njerëzimit, ditunia nuk o më pasuni. Qëto është krejt problemi. Tu më thonë, për herë pa një sori njerëzimit, diploma, s'ka asë një vlerë. S'ka më vlerë, sepse aj e ka në dorë vetën, krejt ditunin që te ke kryue, investimin që te ke bo me mësu diçka. A qëto informata i ka qëtash. Po, krejt të fshësia të qysh kimi përdorë që ato informata. Qysh kimi nëzirë që ato informata, qysh kimi shtim funksion që ato, edhe qysh kimi nëzirë matë mirën për tynë. Që krejto të prompt engineering. Mirë, cila kish me qenë porosia? Porosia kish me qenë fokusohet të senet në të cilat
në të cilat që ky zhvillimi teknologjik komet ti kemi u përshtat që ti zhvillimi teknologjik, se me luftu s'kime mujt, edhe ka përshkon si jem të e dit, po të paktën studio edhe këshyre bile hjërë në dosajta që veta kanë më mazavencu robotat punën, edhe të kalzën qëfar profesioni ki, edhe thët po shansat janë minimale, maksimale. Po profesionin tem, profesioni jam, mo nuk ka më konë qashtu, so njerë kom bo design, mas një kom bo video, mas një mësu ata, jem mësu këta, më ka shku 10 vjetë me mësu krecanet. Tash me një tulme, me një gjysdiq, ti që ato sene mund është me realizu. Po mënyra se qysh kimi lidh, qysh kimi konceptu, qysh kimi nxerr, është që mënyra që varet për kokës tonë. Dhe çfarë do shtektimi i një dizajnerit nuk ka sa është i mirë teknikisht, po sa din konceptualisht me mendu. E që aty është këtë qilësi. Apo duket që po e sfidon të me thonë njeriu në teknologjia? Neve që peshojmë pak si rrezik, po na sfidon, se po dojna me mujt e AI. Ti me mujt, me mujt s'munësh, ma i mjanë që nëse AI s'jena që tash, të më thonë, po me mujt në sensin që je përmi to për me kontrolu, për me bo sa në funksion tonë. Edhe kini grup tjerve që vesh për pranojnë që shtu shëp, Po adaptohen. Po adaptohen edhe për përdorin për qapidhin që ty si search, atin, vesh me marrë në informat, me impresionu dikan. Po puna është qysh kime mbjetu që tash dhe që kime nëzirë pisaj për me mujt dikush me thonë ka dal, unë s'po muj me bo që të sen, po ti po munësh, edhe pse dy të kjena mjetin e njëjtë. Së dhe dizajneri, edhe që AI po dizajnën gjithë shka, po ullëm që tash pe marim një tem, AI nuk është, nëse AI e përdore AI si zgjidhje, për me ta bo një tem caktume, atëre e të përdor gabushëm. Ti dush më konë zgjidhja që e komandën edhe i tregon. Jo me pritë AI me thonë, unë po du me bo një dizajn për fanelën komtarës, ti kalzon qka, a i kom të qitë do ideja. Po kur hi unë i thëmë, po du me marru një fanelë komtarës, që ka me pas një shqipojnë me qëto, a ka me të realizu shumë bukur, po i din tonë e ka me realizu. E masin kur i këshyrë, ti e kështë dalimin. Ku AI di shka të ka gjeneru, se ti s'ke dit me vetë, edhe AI që të ka gjeneru, ku ti ka dzu sakë që më. Masi vetëm e përmeni fanelën, e ke pas vështirë fisi për mu selektu që dizajnit me marrë atë epiteti. Fëshpër direkt në hatinë, jo. S'ke pas në farë gara. S'ke pas. Ja. A ka qenë vështirë me qenë i pranushëm, me qenë se në shumë lami nuk na pranojnë si Kosovar, apo kryojnë barjera, apo është kjo veç një botë kuptimi gabushëm? Interesant. I kena do, na kena dalime, me shqiptarët e Shqipënisë, kena dalime, po keme dhe gjana shumë për bashkëta, po edhe komplementojnë një tjetërën. Edhe unë menoj që ushqimin Shqipni edhe shërbimin Kosovë, kish me qenë një kombinim i hatashëm. Se ka njerë shkën do venë edhe me rej kamarjerën, atje unë e shumë mirë sila me kamarjerën, të betona. Një pik krizave. Kur vjena e ty më këshyrë seri, unë edhe me kalu mirë, se diqin që a restoran hatë mirë, të qysh të aprisht pak tripin. E këto shërbime shumë i mirë. Ushqime se bojmë mas mirë në botë. E vërtit e sa në gjojmë edhe dalojmë shumë, kemi dalime. E që a kom vrejtone edhe që ka e qmojnë në Shqipni është pjesa e punës kreative, edhe mungesa e shkolla e dizajnit atje, unë me sa e dijas që tash s'ka drejtime e dizajnit, larë ka ma pak se këto. Di që në Universitetin e New Yorkut është një, edhe në tjera ka kryesisht art, skulptur, piktur, do më thonë artistike, jo dizajn që është komunikim. Edhe e kom vrejt që ata e qmojnë ma shumë këtë pjesën, unë menoj që kjo ka, së është pak
mund në shku 60 vjetë deri të bëjë ndryshime. E ka pak edhe shkolla e Evropës lindore, Jugoslavisë, që ku e në rritna qatë herë, kala ka ndikim e kalon sheja. Se në vakt Jugoslavisë, njona për shkolla më të mira dizajnit bot ka qenë ajo këtu. Do më thonë, ke pasti asi, nëse të këto në ato plakat e gramofonit, e koverat e librave, krejt, jënë konë dizajnet mrekullueshme, edhe shkolla e dizajnit të konë kogja fort këtu. E kalon që e pak shej, edhe na mas ne kena vazhdu që... Edhe në shije, edhe në perceptime dhe këto. E tash neve, na si dizajnera, si kreator, pun kreative që bojmë, ma letë e kena në Shqipni se çdo profesion tjetër. Fisi, faleminderit shumë për krejt rrëfimin tënë, rrugtimin tënë që shpalose me neve. Me të vërtet ishte kënaqësi. Faleminderit ty që ma dhe hapësirën dhe mundësinë. Me thonë do sanë që kam thonë asnjëherë. Faleminderit, ishte kënaqësi.